Faleminderit të nderuar kryetare e Kuvendit. Kuvendi i Republikës Kosovës në mbledhjen plenare të mbajtur me 10 prill ka miratuar në parim projekt ligji numër 10L029 për provimin e maturës shtetërore dhe ka ngarkuar komisionin funksional dhe raportues komisionin për arsim, shkencë dhe teknologji si dhe komisionet e përhershme që në afatin e paraparë me rregullorin e Kuvendit të shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit t'ia paraqesin raportin me rekomandime. Komisioni me datën 17 prill kishte caktuar dëgjimin publik me palët e interesit, por për shkak të caktimit të seancës plenare kemi qenë të detyruar të anulojmë dëgjimin publik, por nga palët e interesit kemi pranuar komentet e tyre në lidhje me projekt ligjin. Komisioni në mbledhjen e mbajtur me datën 20 prill shqyrtoi projekt ligjin nën për nën. I pranishëm në mbledhje ka qenë edhe ministri i arsimit dhe shkencës zoti Harula Qeku dhe është shqyrtuar edhe një propozim mandament i deputetit Shala Jashari. Pas diskutimeve, raporti është përcjell në komisionet funksionale, nga komisioni funksionale është përcjell në komisionet e përhershme. Siç edhe e lexuat ju raportin e komisioneve të përhershme, pastaj përsëri komisioni jonë në mbledhjen e mbajtur me datën 22 prill shqyrtoi raportet e komisioneve të përhershme lidhur me projekt ligji numër 10L029 për provimin e maturës shtetërore dhe me 6 vota për dhe 1 kundër vendosi që raportin ta përcjell në seancë për lexim të dytë. Anëtarët e komisionit gjatë shqyrtimit të projekt ligjit theksuan nevojën për miratim të këtij ligji si ligj me rëndësi të veçantë, duke pasur parasysh çështjet që kanë të bëjnë me rregullat, procedurat dhe përmbajtjen e provimit të maturës shtetërore. Gjithashtu në emër të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje i ftoj deputetët që të mbështesin këtë projekt ligj. Faleminderit.